Nga regjia më bëjnë shenjë që do kem Merita Mekomark Bajraktari nga Washingtoni. Nuk e di nëse kam. Merita, përshëndetje. Përshëndetje. Si e njërë dhe a ke votuar? Jam mirë, faleminderit, dhe pyetjes të dytë nuk mund t'i përgjigjem sepse është private. Jo, a ke votuar pastaj? Jo për kë ke votuar? A ke votuar? Përsërish e quaj privat si. Do thënë ju nga Amerika edhe këtë po i quani sekret. Sekretet mëdha po mbani ju nga Amerika. Okej, Merita. Ne nuk mbajmë sekrete, por ne respektojmë lirinë e individit. Bravo. Merita, unë do doja, si është atmosfera e shqiptarëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës? A ka pasur interes nga ana e tyre për të votuar dhe për të qenë pjesë? Ne themi këtu që unë dëgjoj dhe gazetarë që edhe kolegët e mi që për herë të parë në fakt shqiptarët e Amerikës ishin ata që bën shtetin shqiptar dhe Federata Vatra ka pasur deputet në kuvend e Shqipërisë në vitet 20-30 dhe nëse themi deputeti Fanoli, ai ishte deputet si përfaqësi e shqiptarëve të Amerikës. A kemi ne të njëjtën interes, të njëjtën po themi angazhim të shqiptarëve të Amerikës? Landi, mendoj se ky përcaktim që ju bëni dhe këto komplimenta që ju i bëni Vatrës edhe vatranëve janë mëse të mirëpritura. Mendoj që para 100 e ca vitesh situata ishte ndryshe krahasuar me situatën tani. Por unë dua të them që Vatra ka qenë iniciatore e shtysës për të siguruar votën e diasporës. Dhe unë si vatrane mund të dëshmoj për këtë. Mund të them që para 20 vitesh ka qenë një dëshirë që të përfshihej diaspora në votimet në Shqipëri. Fatkeqësisht nuk ndodhi derisa e ka marrë pushtetin Partia Socialiste dhe ndodhi pikërisht në mandatin e saj të tretë. Dhe unë kam parë një angazhim të jashtëzakonshëm të personave që kanë ardhur nga Shqipëria, përfaqësues të Partisë Socialiste, për të mbledhur personat këtu në Amerikë të diasporës dhe kam parë dhe kam vënë re që njerëzit kanë qenë të interesuar për të regjistruar. Dhe janë regjistruar, të paktën të gjithë mund të them që ndoshta mbi 50% e personave që unë njoh, që kanë shumë vite këtu, janë regjistruar, por ka pasur disa probleme me vonesat në ardhjen e zarfave dhe mbaj mend që disa miq dhe miket mia kanë kontaktuar ambasadën, i kanë thënë ku janë zarfat, bile ka qenë me humor, ku janë zarfat, doni apo nuk doni të rini në punë. Ndoshta kjo ishte indikatori atyre që mbështesnin Partinë Socialiste. Kishte dallim Merita në atë që ti ke kuptuar, se sigurisht ti ke angazhimet e tua personale, private. Kishte dallime midis, po themi, partive politike PD, PS me diasporën në kontakte aty, apo njësoj erdhën, njësoj kontaktuan? Mendoj që Partia Socialiste ka qenë më organizuar në mbledhjen e simpatizantëve të saj, të paktën nga ato që kemi vënë re ne, sepse ndoshta dhe burimet financiare mund të jenë më të shumta, mund të jenë më të forta, por edhe mund të them që nuk mund të them që Partia Demokratike, por mund të them të gjithë forcat e bashkuara të së djathtës, edhe ata kanë ardhur dhe kanë bërë takime dhe kanë kërkuar votën, po mendoj që mund të them që angazhimi i Partisë Socialiste ka qenë në një farë mënyrë disi më në avantazh në mbledhjen e simpatizantëve. A ka pasur persona, mund të themi, të së djathtës që kanë shkuar te tubimet e Semajtës apo Anasjelltas? Mund të them që të së djathtës kanë shkuar në tubimet e aktivistëve të Partisë Socialiste. Nuk e di nëse kanë ardhur pjesëmarrës të Semajtës që mbështesin kauzën e Majt në Shqipëri në tubimet takimet e PD-s. Do nga mbështetësit PD-s kanë shkuar te PS-s. Po kanë shkuar sepse kryeministri ose si themi Partia Socialiste është partia në pushtet dhe kanë dashur të dëgjojnë programin, kanë dashur të dinë për çfarë po flitet, për çfarë premtimi, edhe të përballen. Edhe ndoshta ju keni parë në televizion disa konfrontime që janë bërë, sepse fatkeqësisht ndasia ideologjike që ka ekzistuar në Shqipëri, që thuash është domethënë është trashëguar, është sjell këtej, nuk është se ka ndryshuar. Megjithatë, ne këtu duam, siç e tha dhe parafolsi tjetër, duam një përmirësim të imazhit të Shqipërisë, duam një përmirësim të vendit, duam një përmirësim të kushteve ekonomike, duam një përmirësim të
të njerëzve të mos nuk duam që njerëzit e rinj të ikin në emigracion. Ne më shumë na dhëm Shqipëria se sa na dhëm politika, po kur vjen puna pasaj për votim, ke të majtët dhe të djathtët siç janë në Shqipëri edhe këtu. Merita, me atë që ti përfaqëson, me atë që ti je, unë sa të njoh si një aktiviste e jashtëzakonshme e Federatës Vatra, po po themi një nën Terez mund të quaj ty. Unë do doja që ti ishe në parlamentin shqiptar në kuptimin e përfaqësimit siç ka ndodhur në vitet 20-30. Pra, po shtroj një pyetje, si është më mirë që ju të diasporës, shqiptarët e diasporës, të votoni duke u bashkangjitur qarqeve, pra juve me origjinë nga qarku i Korçës të votoni atje ku keni pasur dikur të vendbanimin, apo ju të keni përfaqësinë tuaj, pra komuniteti shqiptar në Amerikë të ketë 1 apo 2 deputet në parlament. Si është më efektive? Së pari Landi, unë dua që ju të tërhiqni atë supozimin që bët, sepse Nën Tereza është shenjtore e jashtëzakonshme, dhe sikur të isha unë sa një pikë e vogël e oqeanit terezian, do të më mjaftonte për jetën e këtushme dhe për jetën e pastajshme. Dhe ju falenderoj për konsideratën dhe ju falenderoj për gjithë këtë kompliment madhështor, sepse më tronditi pak në fakt. Dhe unë mendoj, Landi, që çdo gjë që diaspora mund të bëj, diaspora mund të përfaqësohet në mënyrën se si i shërben më mirë popullit shqiptar. Si do të ishte më mirë? Në qoftë se një përfaqësues i diasporës shkon dhe është deputet, kujt do t'i shërbej ky deputet? Kujt do t'i shërbej? Do t'i shërbej ne këtu në Amerikë për shembull, ne paguajmë taksat këtu. Ne e mbajmë të përgjegjshëm përfaqësuesin ton që është ose në nivelin shtetëror ose në nivelin federal. Ne nuk kemi, si të thuash, pjesëmarrje aktive në jetën shqiptare në kuptimin që ne nuk jemi të ndikuar direkt, sepse ne jetën e kemi të organizuar këtu ku jemi. Në qoftë se ne duam të japim një farë ndihme, në qoftë se ne duam të japim një farë mbështetje, kjo do të ishte për të shërbyer popullit ton atje. Dhe për një person që të vinë nga diaspora dhe të shërbej popullit atje, do të jetë një, si të thuash, angazhim i jashtëzakonshëm, sepse jetën shqiptari e filloi në Shqipëri, fatkeqësisht e vazhdoi jashtë në emigrim, mund që të ketë shkuar në Greqi, Itali, Gjermani dhe pastaj ka përfunduar në Amerikë. Dhe ka ndërtuar, si thua, atë kështjellën e vet, qoftë shtëpisë e vogël ose kështjellë e madhe, dhe që të zhvendoset sërish në Shqipëri, është angazhim i jashtëzakonshëm. Dhe unë mendoj që aty ku mund të shërbej më mirë, ndoshta do të ishte në qarkun ku e ka origjinën, sepse atje e di vendin, atje e di sikletin, atje e njeh njeriu, po kjo do të ishte njeriu e vet. Po kjo do të ishte një vendim që ndoshta duhet të jepet zgjedhësit shqiptar ta miratojë me referendum në çfarë niveli do përfaqësohet diaspora, nëse do përfaqësohet. Ky është mendimi im personal i momentit. Merita, dhe në fund, a ke një mesazh, një thirrje për këtë ditë të votimeve, sepse kuptoj që nga të dhënat numri i votuesve është i ulët. Ke diçka për të thënë në mënyrë, po themi, që ju të ndikoni sadopak te ata që ju ndjekin? E para njerë, faleminderit Landi për mundësinë për të shprehur dhe për të komunikuar. Unë ju uroj të gjithë shqiptarëve të kenë një ditë të paqshme sot, të kenë zgjedhje të lira. Është shumë e rëndësishme që shprehja e njeriut, liria e fjalës, liria e votës janë të pacënueshme dhe kjo të respektohet në mënyrë të prerë, domethënë nuk ka vend për as për të menduar abuzimin dhe as për ta lejuar abuzimin. Unë mendoj që shqiptarët kanë dalë nga, si të thuash, nga ajo periudha shumë e vështirë që ne kaluam e diktaturës, por fatkeqësisht nuk jemi rritur aq sa ç'duhet. Nuk kemi forcuar aq sa ç'duhet dhe nëse ne bëjmë një bilanc të këtyre 35 viteve dhe shikojmë sa vite është në pushtet njëra parti dhe sa vite është në pushtet njëra parti, ose sa vite është në pushtet njëri krah dhe sa vite është në pushtet krau tjetër, dhe nëse bëjmë balancën e hemorragjisë njerëzore, e kushteve të vështira ekonomike, nënave po u thahet syri nga lotët që u kanë ikur fëmijët në emigrim, ky kombion mbeti duke bërë eksoduse, dhe unë mendoj që njerëzit duhet të kenë parasysh që kjo jetë është e shkurtër.
Duhet të mbështesim programet që mbështesin familjen. Duhet të mbështesim programet që mbështesin jetën. Duhet të mbështesim atë që po ndodh në Amerikë. Në Amerikë ndodhi një revolucion i papar, që të thuash Amerika ka bërë kthes të jashtëzakonshme dhe unë shpresoj që ky sinjal që vjen nga Shtetet e Bashkuara, jo vetëm që shpresoj të mbështetet, por shpresoj që të jetë dritëdhënës edhe shpresë edhe për popullin shqiptar. Dhe mendoj që njerëzit do të votojnë edhe për programin më të mirë për Shqipërinë, por edhe për individin që përfaqëson më mirë votuesin. Merita, unë e shijova shumë të bisedë të këndshme, të dëgjova me shumë vëmendje. Është kënaqësi veçantë kjo bisedë. Të falenderoj shumë, t'ja mirënjohës dhe të uroj suksese dhe mbarësi ty dhe familjes tënde dhe në gjithë atë angazhimin që të ke te Federata Vatra, që është një Shqipëri atje në Amerikë, sepse ne nga Vatra kemi parë vetëm të mira. Shqipëria i ka zgjidhur gjitha problemet e saj, gjitha krizat, andej matan atje te Vatra i ka zgjidhur. Faleminderit Landi, dhe unë dua t'ju përshëndes dhe juve, se ju jeni me të vërtet gazetar dhe jeni me të vërtet drejtues emisiones talk show, dhe ne kemi, si thua, lidhjen disi të gjatë ndër vite, por unë ju çmoj edhe si historian, pasi unë i kam librat tuaja, ju me shkrimet tuaja dhe me mbledhjen dhe jam shumë mirënjohëse. Dhe gjithashtu dua t'ju uroj të gjitha nënave në Shqipëri gëzuar ditën e nënës. Unë e di që ju ndoshta nuk e festoni, po këtu në Amerikë sot festohet. Kështu që ju uroj të gjithave bekimet e Zotit dhe faleminderit për amësinë. Faleminderit dhe për nënën. Ne mund të festojmë çdo festë që mund të ketë çdo vend të botës. Kështu që i bashkohemi patjetër asaj që ju thatë. Të falenderoj shumë, Merita. Mirupafshim dhe shihemi në biseda tjera. Studio.